Prej orëve të para të mesditës të premtës, gjysma e Shkodrës është përballur me ikje në ujë të pishëm, i cili ka munguar në rubinetat e familjeve shkodrane deri në orët e para të mëngjesit të së shtunës. Një situatë që ka krijuar problematikat pafundme tek familjet dhe biznesi, ndërsa ujësiellës kanalizime u kujtua fillimisht të njoftoi në orën 15:34, fillimisht me një status në rrjetin social Facebook, ku ja faturonte këtë situatë një defekti në furnizimin me energji elektrike në stacionin numër 1 në Dobraç. Situata me kalimin e orëve ka ardhur duke u përkeqësuar, ndërsa në njoftimin e radhës që kjo ndërmarrje bëri gjatë orëve të mbrëmjes, shtoi se është identifikuar defekti i rënd në linjën e furnizimit me energji elektrike të stacionit të pompave në Dobraç, i shtrirë në rreth 5 km linjë. Ekipet e OSHE dhe OST ndollën në terren dhe po punojnë intensivisht prej orësh për identifikimin e plotë dhe riparimin e defektit. Ndërkohë po merret në shërtim një linjë alternative e përkohshme për furnizimin me energji elektrike të stacionit të pompave në Dobraç, me qëllim rikthimin sa më të shpejtë të shërbimit, e mbyll njoftimin UKQ Shkodër. Një pasqyrë kjo e qartë e paaftësisë menaxheriale që vjen nga drejtuesit e ndërmarrjes së ujësiellës kanalizime, të cilët shkojnë deri në pikën sa arrin të gënjejnë publikisht e t'ia faturojnë keq menaxhimin e tyre kompanive të tjera. Përgjigje që OSHE nuk është kurrësyer t'ia japë edhe publikisht, duke sqaruar. OSHE Shkodër asistoi në riparimin e shpejtë të defektit në fidrin e ujësiellësit në Shkodër, linjë e brendshme ujësiellësit, me qëllim risjedhjen sa më shpejtë të furnizimit me ujë për qytetin. Edhe pse infrastruktura ujësiellësit nuk është përgjegjësia e OSHE Shkodër, mbështetja ndërinstitucionale në situata emergjente është e domosdoshme dhe në shërbim të qytetarëve. Sqarojmë se problematika e krijuar lidhet me rrjetin e ujësiellësit dhe nuk ka lidhje me furnizimin me energji elektrike nga OSHE Shkodër. Transparenca dhe komunikimi i qartë janë thelbësore për të shmangur keqkuptimet dhe për të informuar saktë qytetarët. Faleminderit për mirëkuptimin. Por çfarë i shtyn të gënjejnë drejtuesit e UKQ Shkodër dhe përse paaftësinë dhe problematikat e tyre duan t'ia faturojnë të tjerëve? Ky skandal i Shkodrës pa ujë nuk është i pari, por sigurisht që zgjidhje nuk ka nga individ të tillë të ulur në këto karrige me zero eksperiencë e ku në CV-n e tyre kanë vetëm punët familjare. Edhe vetë kryebashkiaku Benet Beci pati deklaruar në tetorin e vitit 2023, kur Shkodra u përball me një situatë të ngjashme, se është e papranueshme që stacioni kryesor i furnizimit me ujë i Shkodrës të jetë i varur nga një burim i vetëm energjie, ose të mos ketë burime rezervë, ndaj është momenti që OSHE dhe UKQ të marrin përgjegjësitë që u takojnë deri në zgjidhjen përfundimtare të këtyre avarive përpara nisjes së stinës së dimrit. Por pyetja që lind në këtë rast është se çfarë pengoi zgjidhjen kur kanë kaluar afro 2 vite nga ky status, kush janë përgjegjësit për këtë skandal të dytë dhe a ka përgjegjësi që mbahet, cilët janë ato titullar që nuk i binden kryetarit të bashkisë, apo e gjitha ajo deklarate tetorit të 2023-shit ishte një fasadë rallës. Këto janë pyetje që Benet Beci duhet t'i japë përgjigje shkodranëve që i la pa ujë së bashku me varësit e tij që i ka ulur në ato karrige për çoka dhe jo për punë.